Toni dhe Alba qëndronin përballë njëri tjetrit, jo si armiq, por si dy njerëz që e dinin mirë peshën e asaj që po thoshin. Në ajër kishte një tension të heshtur, atë lloj tensioni që nuk ka nevojë për zëra të lartë për t'u ndjerë. Alba ishte e qetë, me një buzëqeshje të lehtë që nuk tregonte frikë, por vendosmëri. Toni, përkundrazi, fliste drejt për drejt, pa e mbështjell mendimin me fjalë të kota. Veje bast, tha Alba, duke e parë drejtë në sy. Dalime në nominim, koke me koke. Ishte një fjali e thënë thjesht, por me peshë. Nuk ishte lojë, nuk ishte sfidë boshe. Ishte një provë force, një përballje ku secili do të mbante përgjegjësi për emrin dhe qëndrimin e vet. Toni buzëqeshi lehtë, jo me ironi, por me një lloj sigurie që vinte nga brenda. Hajde, ja ktheu. Ta shohim sa e fortë je. Fjalët e tij nuk ishin kërcënim. Ishin një pranim i sfidës. Ai e dinte se një nominim koke me koke nuk fal askënd. Aty nuk ka aleanca që të shpëtojnë, nuk ka justifikime. Vetëm publiku, vetëm qëndrimi yt, vetëm ajo çfarë ke treguar deri në atë moment. Alba nuk u tërhoq. Nuk uli syt, nuk ndryshoi ton. Për të, kjo ishte një mundësi për të treguar se nuk kishte ardhur për t'u fshehur pas askujt. Ajo kishte zgjedhur rrugën më të vështirë, por edhe më të ndershme. Nuk kam frikë, tha ajo qetë. Nëse duhet me dal ball për ball. Në atë moment, të dy e kuptuan se basti nuk ishte vetëm për nominimin. Ishte për krenarin, për besimin në vetvete, për mesazhin që donin të jepnin. Toni donte të tregonte se nuk shmanget nga përballjet. Alba donte të tregonte se nuk thyet nga presioni, dhe kështu, pa duar trokitje e pa drama të mëdha, u vendos diçka që do të sillte tension dhe pritje. Një nominim koke me koke, ku secili do të hynte me historinë e vet, me gabimet dhe forcat e veta, sepse në fund, forca e vërtet nuk është të shmangësh rrezikun, por të kesh guximin të përballesh me të.